Ishte pjesëtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por Fadil Hyseni nga fshati Lajfize Vushtrisë, që nga pas lufta jetoi me familjen e tij 6 anëtarëshe në këtë shtëpi, në një dhomë, pa ujë, pa energji elektrike, pa kushte elementare për jetesë. Që kena jetuar në qëtë dhemë, se kena ne të në kërën, në tjetër me dhe dërsene kena lënë, në tjetër pa bu më rëmet. Që kena kone bandu me që lënë, që të këmë jetu. Ish ushtari UÇK-s vazhdon të jetojë me ndihmë sociale, por jo më me hallet e banimit, pasi tashmë e gëzon këtë shtëpi të re. Shpina kam farë këtë, shëpot, këtë me ujë mrena, me mobilume, këtë të izolume, total, shpia shumë e mirë. Falendere gjithë ata, pasin më harrem dhe ata Ahmetin, që në kom mas pari këtë, kanë marrë iniciativën dhe këtë ata që ajo kanë një muë. Jemë në jasë. Po, të ashtë të malet i kanë të. Faleminderit, respektat të në. Për t'ja uruar shtëpinë e re u mblodhen miq dhe njerëz të shumë të vullnetit të mirë, të cilët ndihmuan për ndërtimin e kësaj shtëpie. Iniciatori i ndërtimit të kësaj shtëpie, Muarrem Musa, vështirë përmbante emocionet e gëzimit për ndërtimin e shtëpisë së shokut të tij. Fadilit kena pos dëshim me nimu edhe kjo e gëzoft me fëmijë me familje. Edhe Zoti me edhe në shnetat me punu me gjallnu, se pa pusë ka. I falenderojnë kretë atyne njerëz që më ka nimu, edhe atyne që kam pos dëshim më nimuar. E s'kan mujt më nimu, edhe atyne u falenderojnë. Tjetër se s'pëdi që me thëbur këtë punë e kena punu këtë qytete, këtë shoqënia, këtë zanatlit, këtë afaristat. Ish pjesëtari UÇK-s Fadil Hyseni jetoni vetëm në fshatin Lajfiz me familjen 6 anëtarëshe, ndërsa për shkollimin e 3 fëmijëve të tij kujdeset një mësues i vetëm.